Sepse nëse parlamenti do të tregojë që vërtet ka reflektuar, duhet të reformojë strukturën e vet drejtuese dhe mënyrën se si ushtrohet aktiviteti parlamentar dhe se si sillet parlamenti në raport me përgjegjësitë kushtetuese. Ne sot flasim për një parlament që ka rol themelor për integrimin, por një parlament shumë formal në gjitha aspektet e funksionimit. Ne flasim për jetë parlamentare që duhet ishte përgjegjshme, duhet matej me vendet e Bashkimit Evropian dhe ne kemi një nivel parlamentar që qytetarët kanë alergji nga debatet parlamentare dhe nga sjellja. Dhe kemi krijuar mitet e ca deputetëve që sponsorizojnë veten në media sociale dhe aktivitete partijake që nuk kanë mendim politik, nuk përfaqësojnë asgjë dhe tentojnë me sforcë të mëdha të krijojnë një profil që nuk është real dhe nuk është profili një deputeti që të duan shqiptarët. Kështu që nëse do kishte vërtet një mesazh për qytetarët, ishte e pritshme që në momentin që u votua, palët të mbanin qëndrime politike, Partia Socialiste qëndrim zyrtar në parti dhe Partia Demokratike në parti, duke thënë ne i përmbahemi gjitha pikave dhe në funksion të këtyre pika propozojmë 1, 2, 3, 4 gjëra konkrete, gjë që nuk ndodhi. Gjë që nuk ndodhi. Po a është ky moment një fitore, po themi që në fund të muajit të pritet ajo miratimi i raportit i barë, për miratimi të pikave të ndërmjetme, në mënyrë që të nisin mbyllja e negociatave me grup kapitullin kryesor që janë themelorët. Për qenë edhe i hapur me qytetarët dhe për ta kuptuar sepse ky është një proces shumë kompleks. Çështja e kriterëve të Bashkimit Evropian është në 2 standarde. Është standardi i mesazhit politik, do thotë ato duan shohë një Shqipëri që bën përpjekje serioze për çështjen e integrimit dhe nuk e ka lojë me sikur, dhe çështja e standardeve teknike dhe ligjore që duhet arrijë. Pjesa e parë është në dorë të faktorëve politik dhe është çështje vullneti e aktësh. Dhe për shembull vendimi që mori parlamenti në lidhje me zëvendës kryeministit ishte vullnet politik kundër plotësimit të këtillë mesazhi politik dhe këtillë standardi politik. Dhe për këtë ka pasur një reaksion zinxhir të një numri të vendeve të Bashkimit Evropian. Pastaj pjesa e dytë, sepse kjo mund të kalohet në moment që SPAK-u merr një mas tjetër dhe parlamenti është detyruar të marrë një vendim tjetër dhe majoranca është detyruar të rishikojë qëndrimin e vet. Me kosto për Shqipërinë, por e pavitueshme. Kurse pjesa e dytë e negociatave teknike, ligjore, administrative është një proces shumë kompleks, që nuk bëhet me në dorë të një partie apo një zyrtari, por është një proces që duhet përfshijë një numër të madh aktorësh institucional dhe publik. Dhe si tillë duhet ketë një dakordsi nga gjitha grupet e përfshira që ne duhet nëshojmë. Duhet nëshojmë që nga gjërat e vogla se sillemi në raport me ligjin, me produktin që tregtohen në Shqipëri, me standardin e spitale, me standardin e arsimit, me politikat sociale, me infrastrukturën dhe me faktorësh dhe aktorësh dhe fusha të tjera të cilat prekin gjithë procesin e negociatave. Dhe kjo është periudha fatgjatë. Bashkimi Evropian është i ndërgjegjshëm që Shqipëria nuk i plotëson këto standarde. Por Bashkimi Evropian për shkak gjeopolitikës ka vendosur të mbyll njërin sy në lidhje me standardet dhe të jap më shumë prioritet faktorëve gjeopolitik dhe vullnetit politik. Dhe kjo është në dorë të politikës. Po, dhe këtu doja të dilja, një vit më përpara kryeministri Rama premtoi dhe fitoi me kartën e pasaportës europiane, me premtimin që në 2027 mbyllen negociatat e antarësimit dhe në 2030 e kemi këtë antarësim. Tani ky afati 2027 është luhatur. Së fundmi zoti Rama foli për mesin e 2028-s. Ishte ky momentum që i gjeopolitikës që ishte në favorin e Shqipërisë. Kemi dëmtuar ne përgjatë këtyre muajve këtë moment, apo e humbasim ne këtë moment, a rrezikojmë, apo është akoma interesi gjeopolitik aty dhe ne mund të kemi terren për të manovruar? Mendoj që retorika elektorale duhet ndarë nga aktet zyrtare. Retorika elektorale është show elektoral, slogan elektoral, nuk e vendos asnjë kryeminist i Shqipërisë nëse Shqipëria futet në BE, dhe nuk mund vendos datë asnjë lider politik në Shqipëri për Bashkimin Evropian. Ai çfarë duhet thonë liderit është që ne do bëjmë detyrat e shtëpisë dhe do i bëjmë siç i kërkon Bashkimi Evropian dhe të jap angazhime konkrete. Çfarë ka ndodhur? Në momentin që ne jemi përballur me çështjen, praktikisht ato nuk janë negociata, ato janë provim.